është e përshkruar shumë mirë në libër, në për organizatat të ndryshme dhe në për grupe të caktuara, por që gati pothuajse 99.9% e kanë një qëllim të përbashkët. Jerusalemin dhe qeverisjen botërore nga Jerusalemi. Dison është një thënie profetike e profetit Muhabet, paqja e mëshira e Zotit qoftë mbi të, i cili thotë se me daljen e Dejxhallit bota do të qeveriset në tokë, me daljen e Dejxhallit në tokë, antikrishtit në tokë, bota do të qeveriset në 3 periudha. Në 4 ditë, më falni. 20 ditë. Për 20 ditë. 40 ditë. Një ditë sa një vit, një ditë sa një muaj, një ditë sa një javë, dhe ditë të tjera si ditë të zakonshme. Na mesin 37 ditë. Një ditë sa një vit, e kemë qeverisin e Mbretërisë së Bashkuar angleze, edhe përmes funtës, edhe përmes flotës detare, që e ka përshkru krejt botën. Pra sot e kemë Commonwealthin, Australi, Zeland 3, Indi, Pakistan, ku do ka qenë? Po pra, Kanadë, e tjera. Afrikë Jugore. Pra, kjo periudhë ka qenë një ditë sa një vit, ka qenë një vit, i kemi 365 ditë, 365 vite, 360 vite ka qeverisë mbretëria angleze në botë. Transferimi është bo pak para luftës së dytë botërore, me marrëveshjen Bretton Woods, që njihet marrëveshja Bretton Woods, është zyrtare, publike, është marrëveshja që është arrit në New York, në hotelin Bretton Woods, ku janë mbledhur të gjithë përfaqësuesit e shteteve të atëhershme, të Ligës së Kombeve, dhe e kanë vendosur që vlerës së paras të jetë e barazvlefshme me gram të arit. Dhe vlera paras në nivel global, apo botëror, të njihet dollari amerikan. Pra, aty njihet, unë të paktën e shoh si pikëkthesa e transferimit të pushtetit botëror nga ai britanik, që ishte për 360 vite, në amerikan. Pra, një ditë sa një vit kaloi, një ditë sa një muaj, 30-35 ditë, 30 ditë, e kemë një pushtet amerikan për 32-3 vite që ka qenë absolut në botë, askush që ka thonë, cev nuk ka nguxu me i bo, po që me rëmjen e kullave binjake bie dhe ai shkëlqimi i madh i shëbave, sepse fillon pastaj fushata e pushtimit të lindjes së largët dhe lindjes së mesme pa ndonjë fakt të cilin paraprakisht e kishin përmend. Bin Ladeni thonë që është nga Arabia,